Goditet një tjetër rast i shpërndarjes së lëndëve narkotike në kryeqytet. Dy persona kanë rënë në prangat e policisë së Tiranës pasi u kapën duke transportuar mbi 1 kilogram heroin. Operacioni u zhvillua në kuadër të fazës së tretë të aksionit koduar Zonat, i fokusuar në goditjen e rasteve të furnizimit dhe shpërndarjes së drogës në zona të ndryshme të kryeqytetit. Në pranga u vun 51 vjeçari Gëzim Muhameti, banues në Tiranë, dhe 35 vjeçari Julian Prençi, banues në Gjirokastër. Sipas policisë, arrestimi i tyre u bë në rrugën Prokop Mina, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative. Gjatë kontrollit të automjetit me të cilin lëviznin, efektivët gjetën dhe sekuestruan 1 kilogram e 71 gram heroin. Nga hetimet paraprake, dyshohet se lënda narkotike ishte destinuar për të shpërndarë në doza në zona të ndryshme të Tiranës, kryesisht në zonën e Tiranës së Re. Policia bën me dije se hetimet vijojnë në bashkëpunim me prokurorin për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Ndërkohë bëjmë me dije se gjatë dy fazave të mëparshme të operacionit Zonat janë sekuestruar mbi 1 kilogram kokain dhe janë arrestuar 2 persona të tjerë.